Po thojnë sulmi, mbrojtja më e mirë është sulmi. Futbol, s'po kërkush me qpi kujnë në nxehtë. Në aspektin bukfal, futbol e luhet dy drejtime. Këto që e thatë ju, kur kiti lojtar kvalitativ si Spanjë, Rodri i cili nuk të lejon kërkon, ajo është kontrollon mesin e fushës. Edhe lojtarë, kur janë kvalitet, janë shumë afërtim, kushtim është mbrojtja vje punë dhe Spanjës. Edhe te një lojtarë, dy, s'mund me bo kontrolën e lojë, sepse pasimet shkojnë edhe matë sigurta, po du shumë inteligent me qenë si Rodri, që e bon Spanja, pasimi të lojtari të rehet, është që ka shumë efekt. E këto që edhe, ka boksi lëshime ekipet, na flasim për nivelin e naltë. Spanja, në këtë rast nuk e ka bërë gabimin që e ka bo Anglia. Edhe 4 era, e thënja që thotë futbol, autobusi para, kretur regull, mund me ndodhi. Po nuk po im ndeshën tjetër, po pëse Spanja e fort, edhe tash Messi ka arë në këtë situatë. Vend që ndërbojë qytetari i fundit, se fundin ndeshës edhe me gjithë topin e gjatë 16 metre. Aty mund më bo një kalabok lejtar, mund me ndodhë dhe gol, futboli o kësi. Mirë po, taktikisht, teknikisht, me leju të i vetën, me pru kundërshtarin mrapa, kjo është dam. Ashtë edhe një element që Spanjolët e largun mesën shumë largë 16 të tyre. Po këto është esenca na diskutum. Nëse Messi të ja mundëson këtë asos ekipit, ti mund mbrojt atë autobusi që shqistojnë. Mirë po Messi djetë, mosha, kvalitet. Nëse këtë minutash, si që ka ndodhën për shambull Anglisë, i lejan të kësi kvalitetit Messit, kushtimisht, me kondi dikon 20 metrë, 16 metrë, pa ma parasysh, në kohën ku është shumë zonin ngusht, ajo është super mjeshtër. Anën tjetër, ka logikja, nëse Messin ti e jek minutar, ma 70-80 minut, 70 metrë, 60 metra për i golit. Së mundë me mri? Pa mund me mri, po ki gjasa me në zonë. Me në zonë manet. Absolutisht. Edhe këtu jënë ato taktikisht. Ta është Spanja një pytje. E pam këtë rastin e fundit, 123 në komeranci. Messi, kur ishte 20 metra, 8 metra, qëfar pasimi që e këteba, ajo gati penal, këto shqyët Messi, nëse ti ja mundëson Messit, në artë aty shumë avër, ti gati dhe ki dojnë edhe hopt, pa më parasysh qërë ekipe ki. Këto është madhësia e Spanjës. Gabimet që i ka bo Anglia. Nuk o Anglia s'ka ekipa gabime, po kër i folim këto më në kuptu edhe shikus, Anglia dhe këto, mujnë më mbrojt, po une pse jam kundërshtari kësaj, sepse ki kvalitetin e durë si trener. Se këto që foli në këtu mund më konë veç teori, nuk bot kjo. Po na po folim këtë analist. Me pas ekipen. Absolutisht, ki kvalitet mos më mbrojt ka qgatë. Mos me pas kvalitet, je i detyrum, është ndoshta edhe normale, kvalitet. Po ti, Angli, Span, ku e di, që shkon gjysë finali, ti kish super kvalitet. Me këtë super kvalitet, ti me ndonë që duhet, që te marim fundin. Që ka ndodhë, për shambull, Anglisë, gabime që nga mbu. Ti si e hi, këtë hapsin që e ki tash, 6-7 mbrojtëse. Sa ka, pëse s'ka lujtë? Ata e di. Ka qenë deklarata që i lëndu. Po sa ka mas 2 ditë orë dhe kretë golat, do të do jenë problemin. Na po folim, duke i njoftë dojtartë edhe si është dash me qenë, s'ka trenerë si s'ga mon. Mu personalisht mendoj që prej fajtorëve se lojtartë lujnë. Ka qenën kjo vendosja e trenerit me këtë situatë. E Spanja, kjo nuk i ndodhë për ato njerëst. Unë personalisht nuk jam simpatizu si Spanjës, Anglisë, unë jam simpatizu si futbolit mirë. Për ato edhe më shtyhyn, këto me folë që ka pash, Spanja mendoj me kvalitetin, mënyrën e lojës, qysh lumë futbol fush, është masë e merituar që kampion botë. De La Fuente pikrish do me thonë do të përgëzuar, po me dhe De La Fuente, i cili jo rastit, po për suksesin e Spanjës dhe për lojna të cilën e ka apliku e që maksimalisht i ka shfryzu dhe me thonë të gjithë lojtarët ashtu dhe me thonë të cilët i ka. Sepse ai, pikës pare gjithmonë në këto ndeshë dhe me thonë ka ditë të lexoj lojën e kundërshtarit,
në bomë jo vetëm ta inqizoje, të di si luj kundërshtare. Mirë po, me thonë gjatë lojës ta lexoj lojën e kundërshtarit dhe adekuat asaj loje, dhe me thonë se cilën ai për momentin aplikon, dhe me thonë të merr edhe vendime të duhura apo zavendësime të duhura. Që gjithmonë dhe me thonë me ato zavendësime ja ka qellu ashtu, dhe me thonë që po del dhe me thonë të jetë edhe ashtu ky rezultat të cilën e ka. Për ndryshe De La Fuente jo rastësisht, dhe më thonë deri me tani ka fitu me të gjitha seleksionet të cilat i ka udhëheq duke filluar prej U15 ka qenë dhe më thonë kampion evropian me U17, me U19 dhe me U21. Dhe është edhe një karakteristike De La Fuentes, që është pak sa e çuditshme, asnjëherë nuk ka udhëheq ekip në La Liga, dhe më thonë ekip të Superligës, apo të Ligë të Spanjës. Prandaj, është me të vërtetë ashtu për të lavdruar ashtu një trajner. Sa ka ndiku pozitivisht, sa ka pas përparësi kartoni kuq, ku Argentina mbeti minoritar më pak, sepse trajnerat që gjithmonë mundonin gjatë lojës, kushtimisht për thëmë në aspektin teorik, ta krijonin një minoritar më shumë, e Spanja kishte edhe dominimin, kishte topin dhe kishte edhe një minoritar më shumë. Po mirë, ndikoj ajo, mirë, po është për Spanja edhe një karakteristik tjetër, dhe më thonë që gjatë 120 minutave që ishte ndeshje, dhe më thonë, e rujti qetësinë dhe durimin. Dhe më thonë, nuk koron në atë, po më ndej, ashtu momentin psikologjik, dhe më thonë, negative, thonë, dhe më thonë, që të, ku ta di unë dëshprot, apo dhe më thonë, të vide të një nervozizm. Ta ndjek rezultate me çdo kush. Ta ndjek me çdo kush, mirë, po dhe më thonë, me lojë, dhe më thonë, të cilën, dhe më thonë, në mënyrë ashtu permanente e kanë ashtu të vide ky rezultat. Dhe është me të vërtetë dhe ne pa thomë gjë, këto janë domethënë komponenta përveç atyre që po theme e kanë cilësinë, e kanë mënyrën e lojës, modelin e lojës, domethënë shumë të mirë, domethënë me ato me posedimin e topit, domethënë janë të përgatitur në pamje psikologjike, domethënë që nuk po e din ata, domethënë që loja mund të vazhdojë 90 minuta dhe 120 minuta, mirë po gjithmonë domethënë të aplikojnë atë lojën e tyre apo lojën sipas situatës të cilën e kërkon situata momentale në fushë, e që me të vërtetë ashtu ja kanë dalë me plot merit. Jo, vetëm ndesha dhe ty, dhe më thonë, të De La Fuente, më thonë, gjithmonë i ka pas ato futbollistë të cilë, dhe më thonë, bative që është ditë se kush do të zavendësohet, dhe më thonë, ndoshta edhe me një minutar, nëse ajo minutar nuk ka dhënë rezultate deri në atëherë, dhe më thonë, ai ka pas, dhe më thonë, futbollistët adekuat, dhe më thonë, të cilë, dhe më thonë, mund të vitë pasënej deri të rezultati pozitiv. Zëbërkazi, kur Spanja pati një minoritar më tepër në teren, De La Fuente e bëri një aspekt taktik që u vret, e ofroj shumë më tepër Jamalin afër zonës, ishte më shpërthys, se jo gjatë gjithë kohës ishte më prapa, kombinon të shumë largë zonës së rrepsis, dhe kjo u vret me njerë sepse fitoj një minoritar më shumë në repartin e sulmit. Është e vërtet të mërë. Këto është edhe problemi i analizës tonë. është një lehtësim, kur të merë ti kartonin e koq kundërshtari, sidomos kur e ki Spanjën, tash u prit momenti vetëm kur vjen situata për më shenu, ka mujtë më speshnu për futbol e kësisori. Sepse atë një lejtarë më te për Spanja, edhe ekipe tjera, për Spanja u prit, sepse është edhe 30 minuta, 35 doj. Këto që ledhën parës nervozizmi të Spanja nuk eksiston, që ka qenë qëllimi Argentinës me nervozu, kvalitet është pyetje, plus tash një lojtar, pak ma letë thonë popullor që mirët frymë. Këto njëjtë vlenë që a folën parës për lidhëm gjysë finalë, dopsit, trenerat kërë kvalitet. Tash është letë këto se vrejet që më ofër. Po unë mendoj personalisht, kur foli për këtë gjënë, nëse kësha kësi situatë, kjo Spanja tash e fort, edhe të kish pas 10-10, pa marë parasysh, mës me pas Argentina, mënyra njëjtë vendosja e Spanjës kishte me qenë sikur 10-9. Bas atë që ka pa mësonte, 2 javë me pas tujtë. Spanja kishë mujtë Argentinën 2 javë reshtë. Pikrisht të kjo, se nuk i dijet, mirë po, mënyra e lojës, kur ki kvalitet, regullot tash o pak ma letë, se 10-9 plus 1-0. Po unë jëm i bindu, për ato për e thonë shimet, Spanja që bazohet kvalitetin lojë, edhe të kishin qenë
10 lojtarë të Argentinës, prapë mënyra njëjtë nuk kishte me qenë e Spanjës, nuk ishin këthy 10 lojtarë mëra, ishin këthy 10 se kështu është obligim futbol. Mirë po momentin. Nuk i këshin heq do prej lojës tyre. Absolutisht, kishin shku pak qarkullimin e topit edhe kishin bo presion të lartë. Jo i patë që jo normal futbol, nuk jo në taktika, po kjo të fut situata, që ndërmbrojqat s'ka mu lojë, shkojnë për para me gjatësi, u vrejt parës, vjen me krosu prej mesit fushës Messi, sepse logjikur e njek rezultatin, mo aty taktika bjen totalisht. Me top gjatë. Këtu, për mës më ardë, gjytja liro diqka tjetër ndërprime, mënyra lojës, mës me mujtë kundërshtari me tarë shumë afer 60 metrit. Kjo matësia ekipës. Këto edhe po du me thotë që e bu në pytë. Spanja, Argentina të kishkin, edhe me të lojtarë, do shta këshin, nuk i dijet futbol. Por nuk ishin arë penaltit, futbol e kësisoji. Për ata jo rasesht, jashtë zakonisht mire dhe fillimin e mendoj që ma shumë ka fitu futbolin këtë rast që ka fitu një ekip me kvalitet se mënyra e lojës Argentinës, edhe pse shumë bota ka simpati për Argentinës, sidomos për Mesin. Mirë po pak, unë personalisht e ka zbe kjo paraqitja Argentinës, futbolin Argentinës edhe mu bo dikush si mënyrë kampioni botës. Kjo është qëllimi i analizës.